Sot, dita më e nxehtë e këtij viti, qytetarët gjejnë mënyra të ndryshme për t'u përballur me vapën. Ndryshimet në kabinetin e Mickoskit, deputetët nesër diskutojnë për ministrin e ri të shëndetësisë. Eurobarometri tregon se qytetarët e BE-s shqetësohen për sigurinë ndërsa ballkanasit për mbijetesën. Serbia ndalon një ish pjesëtar të policisë së Kosovës e merr në pyetje për Banjskën. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizioni Shenja. Temperaturat e larta nuk i ndalojnë qytetarët që të dalin jashtë edhe gjatë mesditës. Ata kanë gjetur mënyra të ndryshme për t'u përballur me të nxehtin gjatë orëve të mesditës. Disa me ujë në dorë, dikush me pije freskuese, një tjetër me akullore, dikush nën hije, disa duke u ankuar e disave duke ju shtuar pozitiviteti. Me ardhjen e ditëve të nxehta të verës, temperaturat e larta kanë sjellë një atmosferë përvoluese në të gjithë vendin. Por, në vend të ankesave, shumë qytetarë kanë zgjedhur ta përballojnë të nxehtin me buzëqeshje, duke u freskuar në pishina apo edhe me një akullore dhe pije freskuese në dorë, nga ku freskia dhe çlodhja tashmë është rikthyer në pjesë të përditshmërisë. Termometri tashmë ka prekur temperaturat e larta, nga ku vapa po ndjehet në çdo cep të qytetit. Ndërkaq, ne momentalisht gjendemi në zemër të qytetit, ku po shikojmë kalimtarët që po kërkojnë hije, ndërsa disa të tjerë po gjejnë freski tek uji dhe në pijet freskuese. Ndërkaq që edhe mjekët apelojnë për kujdes të shtuar. Një qytetar vlerëson se gjatë ditëve të nxehta shtohet edhe pozitiviteti i tyre, si dhe rekomandon personat që kanë probleme shëndetësore të jenë më të kujdesshëm. Unë jetoj personalisht në Gjermani dhe neve na mungon atje nxehti, kështu që kur vim këtu, shkaku që na mungon nuk është se edhe na pengon shumë. Mendoj se kur është edhe nxehtë, më mirë është nga njëherë nxehtë se sa shisë edhe disponimi është më i mirë, mendoj. Do është gjatë ditës kur është temperatura e lartë, ndonjë lokal me shoqëri, diçka ndryshe nuk kemi çka më bëj. Sidomos rekomandoj që njerëzit të cilët kanë smundje ose janë të ndjeshëm ndaj nxehtit me qëndru në për vende ku nuk është nxehtë, sidomos besoj brenda kohës 11 deri në ora 2:03, në mënyrë që të shmangin ndonjë problem i cili mund paraqitet shkaku i smundjeve që kanë nga nxehti. Nuk po mundemi të bëjmë 2 hapa sepse është shumë nxehtë. Po pi ujë vazhdimisht, por është e kotë. Kështu u shpreh një tjetër qytetar. S'mund me bon 2 hapa pse është shumë nxehtë. Për ne kam shumë nxehtë. Veç jam tu pik non stop ujë ama apet badjava, shumë nxehtë ashtu diçka më bë, mora me punojmë. Po më mirë është me dal mas 5 ose mas 6, pse çtash çashi është shprast. Ama mas ka 5 orë, ka 5 gjim se ka janë nisë me bon kallaballëk. Normal, pse qëtash është shumë ka bëkëma për punin na jashtë. A më ish mos me dal dikush ka është, diçka preti sot, diçka është mas 60 se shumë problem është. Pa normal dë njerë, më bo, krijen më bo problem të me fond dë njerë. Për nxefta ma, i kam qadreki, shapka, syza, pak me bojna marat, ama. Në ndërkohë, disa të tjerë kanë zgjedhur që të frekuentojnë vendet malore për të evituar këtë të nxehtë. Po mirë, i përballon ka pak e kimi qef nxeftin, vetë dalim unë nxefna. Jo valla, jo kulera. Kimi pas merak ma shumë dill nxeft. Vitamin D, a? Në nxej lëkurën kimi mendu se diçka ma të mirë po bofna. Kur si ma burra po bofna. Po dalim na për mal, pak na për katunde, na për ato hijet. Kimi merak ato hijet pak, se apin freski. Po, ka bon vakit dhe nërë trale që ashtu i lëna ato takimet e isonve në kësham i lëna se be nxeftit. Ndërkaq, një tjetër qytetar thekson që të shtojmë kujdesin ndaj vetes dhe të merremi me aktivitete për të forcuar imunitetin, që më lehtë të mundemi të përballojmë këto temperatura të larta. Nxefti, normal, kohën e ka,
Zoti ashtu i ka sill verën, tash të kemi hinë verë, nuk lipët me u qëdit, ama dikuj ne vjen qëdi, këtë mabe të bëjnë shumë zet, mu së vjen, konkret pish mu, individualisht për tjerë zeti, së vjen zet, shumë normal vjen. Vala pak në zeftin, tash të kemi kushte si cilën ka qesh me sen kalon, pagës e ruje vetin që se kinaj anomalin shëndet, kryet mloje, kalon fladit i dur, fladit i syt, pagës e ashtu. Ndërkaq, kujdesi personal, informimi i vazhdueshëm dhe masat parandaluese janë thelbësore për të shmangur pasojat e rënda që mund të sjellin këto temperatura ekstreme, nga ku edhe institucionet përkatëse vazhdojnë të apelojnë për kujdes të shtuar, të shmanget ekspozimi i tepërt në diell dhe të konsumohen më shumë lëngje. Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë nesër do të diskutojnë për zgjedhjen e ministrit të ri të shëndetësisë 3 javë pasi Arben Taravari dorëzoi dorëheqjen nga ky post për pasardhës të tij është propozuar ish ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Azir Aliu. Qeveria vlerëson se ky është një propozim i duhur edhe përkundër faktit se bëhet fjalë për një person që nuk vjen nga fusha e shëndetësisë. Kuvendi nesër në kuadër të mbledhjes së 54 duhet ta shqyrtoj propozimin qeveritar që Azir Aliu të jetë ministri i shëndetësisë. Në seancë, sipas rendit të ditës, është edhe propozimi për emërimin e Albrim Hoxhës si zëvendës ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave. Propozim teksti për Aliun që është dorëzuar nga qeveria dhe është nënshkruar personalisht nga kryeministri Hristian Mickoski e përmban biografinë e kandidatit. Në të bëhet e ditur se Aliu është inxhinier i diplomuar i elektros dhe doktor i shkencave informatike, i cili për momentin e realizon funksionin profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Teknologjisë në kuadër të Universitetit e Europës Juglindore në Tetov. Aliu ishte ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës në vitin 2023 dhe 2024, ndërsa sipas CV-së së dorëzuar ishte edhe në pozita të tjera të larta dhe me përgjegjësi. Gjatë publikimit të vendimit që Aliu të propozohet për ministër të ri të shëndetësisë, nga vlen kanë thënë se edhe përkundër faktit se me profesion është doktor i shkencave informatike, Aliu është propozimi i tyre më i mirë për atë pozicion. Ministri duhet të jetë menaxher i mirë që e njeh sistemin dhe që mund të kontribuojë për përmirësimin e dikasterit. Kemi pasur shembuj edhe në të kaluarën kur ministri i shëndetësisë nuk ka qenë doktor, pa deklaruar atëherë zëvendës kryeministri Izzet Megjiti. Edhe kryeministri Hristian Mickoski, duke komentuar propozimin e Vlenit për pozitën e ministrit të shëndetësisë, u deklarua se nuk e sheh si pengesë faktin që Aliu është me profesion informaticient, ndërsa është propozuar për të udhëhequr me dikasterin e shëndetësisë. Kujtojmë se ndryshimet në kabinetin qeveritar vijnë pasi Aleanca për shqiptarët krahu i Taravarit vendosi të dalë nga qeveria pas përçarjeve që ndodhen në koalicionin Vlen për shkak të mosmarrëveshjeve rreth kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme lokale. Pas këtyre zhvillimeve, Taravari u akuzua nga koalicioni Vlen, por edhe nga Mickoski se synon bashkëpunimin me BDI-n. Partia Maqedonëse opozitare LSDM ka dalur sot me një reagim ku ka akuzuar MPB-n se po blen disa software të dyshimt për përgjim. Ndërkohë, ne vazhdojmë me një lajm tjetër nga Sofia Zyrtare është përgjigjur sot zërave se Maqedonia e Veriut po kërkon asistencën e Austrisë që të marrë dritë të gjelbër për fillimin e negociatave pa përmbushjen e propozimit francez. Krye diplomati bullgar George Georgiev tha se ka kontaktuar me homologun e tij austriak për të cilit ka marrë garanca se nuk do të ndryshoj pozicionin sa i përket kornizës negociuese të Maqedonisë së Veriut. Ai tha se BE-ja nuk do të lejojë që pozicioni i saj të vihet në pikpyetje nga ndonjë anashkalim i rregullave. Ministri i jashtëm bullgar Georg Georgiev ka thënë sot se Austria garanton se nuk do ta ndryshojë pozicionin e saj ndaj Maqedonisë së Veriut dhe kornizës negociuese. Në një intervistë për televizionin nacional bullgar, ai tha se ka folur personalisht me homologun e tij austriak në lidhje me procesin e negociatave për Maqedoninë e Veriut dhe është siguruar personalisht se nuk do të ketë ndryshim në qëndrimin e Austrisë mbi kornizën negociuese të Shkupit për fillimin e bisedimeve të antarësimit.
Nuk mund t'i përgjigjem pyetjes nëse Shkupi po kërkon mbështetje nga Austria për ta anashkaluar propozimin francez. Ata ndoshta po kërkojnë një mbështetje të tillë nëse do ta gjejnë është një çështje tjetër. Roli ynë në këtë rast është të sigurohemi që BE-ja të vazhdojë të përmbahet konsensusit evropian. Kam folur me homologun tim austriak dhe sigurova atë se nuk ka asnjë centimetër tërheqje nga ajo që duhet të bëjë Maqedonia e Veriut, të ndryshojë kushtetutën e saj dhe të përmbush kriteret që janë vendosur. Çfarë pretendimesh po përhap pala tjetër për të kënaqur veten është një çështje në vete. I pyetur nëse Bullgaria do të çlirohej në këmbim të çlirimit të vendit për negociatat e antarësimit në BE, ministri Georgiev tha se një tezë e tillë nuk është thjesht spekulim, por një gënjeshtër e vrashtë dhe e rëndë për të cilin në vendet e tjera ndoshta mund të kërkohet një lloj tjetër përgjegjësie. В други държави вероятно Unë besoj se pretendimi se vendi juaj ka shkëmbyer diçka në këmbim të diçka e tjetër në dëm të interesit kombëtar është jashtëzakonisht serioz. Do të doja të dëgjoja nga ish deputeti evropian I cili përhapi akuzat për një shkëmbim se mbi çfarë fakti bazon versionet e tij. Nuk ka dhe po e them këtë që nuk ka pasur asnjë bisedë, drejtim apo veprim që mund të ishte ndërmarrë në drejtim të mbrojtjes së vizionit ton për integrimin e Ballkanit Perëndimor dhe konkretisht në lidhje me Shkupin, kjo nuk është të bërë. Kryediplomati bullgar ka përsëritur se nuk ka plan B, ekziston vetëm një plan dhe ai është zbatimi I marrëveshjeve dhe ndryshimi I kushtetutës, duke shtuar se asnjë vend nuk e mori antarësimin në BE falas, por të gjithë paguan një çmim dhe të gjithë ju përmbajtën kornizës negociuese. Anketa e Eurobarometrit tregon se qytetarët e Bashkimit Evropian dhe ato të Ballkanit Perëndimor kanë prioritete dhe pikpamje të ndryshme jetësore. Maqedonia e Veriut regjistroi rritje më të madhe të shqetësimeve në lidhje me krimin, ndërsa Kosova regjistroi rritje më të madhe të shqetësimeve në lidhje me rritjen e çmimeve. Qytetarët e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor kanë prioritete dhe pikpamje të ndryshme jetësore, tregon një anketë Eurobarometrit e kryer në pranverë të këtij viti, raporton Radio Europa e Lirë. Derisa ata të BE-s mbeten të përqendruar në çështje të sigurisë që lidhen me pushtimin rus të Ukrainës në Ballkanin Perëndimor, më të shqetësuar janë për rritjen e çmimeve të ushqimeve, krimin, korrupsionin dhe cilësinë e kujdesit shëndetësor. Anketa shpërfaq gjithashtu dallime mes vendeve të Ballkanit, sidomos dhe pjesës tjetër të rajonit, për sa I përket optimizmit, besimit në BE, mosbesimit në NATO dhe mbështetjes për antarësimin e mundshëm. Për 3 vjet me radhë më shumë se 1/4 e të anketuarve nga 27 vende pajtojnë se lufta në Ukrainë përbën një kërcënim të drejtpërdrejt për sigurinë e BE-s, ndërsa 1/5 jep përparësi mbrojtjes dhe sigurisë. Ballkani Perëndimor nga ana tjetër, por qëndrohet te mbijetesa e përditshme, krahasuar me anketën e njëjtë të kryer në Vjeshtë. Maqedonia e Veriut regjistron rritje më të madhe të shqetësimeve në lidhje me krimin, ndërsa Kosova regjistroi rritjen më të madhe të shqetësimeve në lidhje me rritjen e çmimeve. Kosova dallohet krahasuar me pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor për optimizmin, ku 76% e të anketuarve shprehen të kënaqur me tregun e punës. Rreth 40% e të anketuarve në vendet e tjera mendojnë se mundësia për të gjetur punë në vendet e tyre është e mirë, që është në përputhje me mesataren e BE-s. Krahasuar me sondazhin e Eurobarometrit në Vjeshtë, Shqipëria shënon rritje më të madhe të optimizmit për 17%, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina rritje më të madhe të pesimizmit për 6%. Sa I përket gjendjes së përgjithshme në vend, 2/3 e të anketuarve në Serbi mendojnë se ajo është e keqe. Njëkohësisht, kjo është edhe rritja më e madhe e perceptimit negativ, 19%. Ndryshe nga të tjerët, 80% e të anketuarve në Kosovë e kanë vlerësuar gjendjen e vendin e tyre si të mirë. Të anketuarit në Kosovë dhe në Malë të Zi janë optimist sa I përket drejtimit që po ndjekin vendet e tyre, ndërsa shumica e qytetarëve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor besojnë se jeta e tyre nuk do të ndryshojë vitin e ardhshëm. Në Kosovë dhe në Shqipëri dominon optimizmi. Në këto 2 vende shumica besojnë se jeta e tyre do të përmirësohet, ndërsa çdo I 5 anketuar në Serbi dhe në Maqedoni të Veriut ka frikë se ardhmja do të jetë edhe më e vështirë. Antarësimi në Bashkimin Evropian ndërkaq mbetet I dëshirueshëm për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përpos dihet Serbisë. Ministria e Bujqësisë do të pranojë aplikime për të fituar subvencione për blerjen e traktorëve deri më 7 korrik. Vlera e mbështetjes arrin 600.000 denar. Këto subvencione janë pjesë e masës blerje e traktorëve dhe nuk vlejnë për mjetet të tjera bujqësore.
Këtë mundësi nuk mund ta shfrytëzojnë qytetarët që kanë shfrytëzuar subvencione për traktor gjatë 10 viteve të fundit. Kjo mundësi mund të shfrytëzohet nga fermat buqësore të regjistruara në regjistrin unik të fermave. Mbështetja është në kuadër të programit për mbështetje financiare për zhvillim rural. Arbnor Spaiu, ish pjesëtari i policisë së Kosovës, është ndaluar nga autoritetet serbe me 7 qershor në pikën kufitare Horgosh dhe është dërguar në qendrën e ndalimit në Kanjis, ka bërë të ditur avokati i tij Arianit Koci. Përmes një postimi në Facebook, Koci ka thënë se ndonëse Spaiu ka 3 vjet që nuk është pjesë e policisë së Kosovës dhe jeton në Gjermani, ai është marrë në pyetje për rastin Banska që ka të bëjë me sulmin e një grupi të armatosur serb kundër policisë së Kosovës në këtë fshat të Zveçanit në shtator të vitit 2023. Ky rast është serioz dhe nuk është i izoluar, ka thënë Koci. Avokati i tij ka pretenduar se ndalimi i Arbnorit është reagimi drejt për drejt i zbulimit të Aleksandar Vlajićit, i cili është dënuar me 5 vjet burgim nga autoritetet e Kosovës ditë më parë, pasi ka pranuar se ishte i përfshirë në spionazh si antar i Agjencisë Serbe të Inteligjencës dhe Sigurisë. Autoritetet serbe kanë ndaluar disa herë shtetas të Kosovës në territorin serb në ndyshime për krime lufte. Autoritetet e Kosovës i kanë konsideruar gjithmonë këto arrestime si arbitrare dhe kanë kërkuar lirimin e tyre. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë miru pafshim.